Hysen, do më sqarosh vetëm një gjë. Kryeministri tha në 2013 do legalizoj toka, do legalizoj shtëpiat. Këtu, sa shtëpia sa toka janë legalizuar? Ai bën batuta dhe ne tallet apo. Tani ai ka premtuar dhe ka thënë shprehmisht. Ata dëgjojmë. Kryeminist, çka ka thënë 2013? Unë as dua ta dëgjoj atë asgjë, sa ai vetëm ke gjenë apo. Dhe zotimi është që brenda 2 viteve të para të mandatit ne do të mbyllim përfundimisht reformën 20 e kusur vjeçare të hapur e të pambyllur të tokës dhe do t'i japim certifikatën e pronësisë mbi tokën çdo familje fermere që jeton me tokën, punon tokën, rropatet për të nxjerrë prodhimin nga toka dhe ka 20 e ca vite në hava se e ka dhe nuk e ka tokën. Ne do t'i japim certifikatën e pronësisë mbi tokën. Se ka ardhur momenti i tyre për të marrë një shërbim plotësisht falas dhe atë që po bëjmë me sukses për legalizimet do ta bëjmë me po kaq sukses edhe për tokën bujqësore. Pra, certifikatat e pronësisë për tokën bujqësore falas. Procesin e legalizimeve do ta nisim menjëherë dhe siç e kam thënë dhe herë tjetër, unë do ta drejtoj personalisht, do ta ndjek personalisht. Nga aja ke zhëja, ne e kemi nisur dhe ta përfundojmë këtë punë duke u dhënë të gjithëve në dorë ju dokumentin e legalizimit dhe ju nuk do paguani as edhe një kokër lekë. Vetëm gënjen. Ka nuk ka gënjen. Këtu në fshatin tuaj, sa shtëpia sa toka janë legalizuar? Këtu kanë certifikat. Asnjë shtëpi nuk ka certifikat. Asnjë. Në Qinë asnjë shtëpi po to ka certifikat pronësie, jo AMTP. Certifikat pronësie. Jo, certifikat pronësie jo. Asnjë, vetëm AMTP në parë. Të idej me njëherë në ky problem që kemi tani, që kemi. Po nga jo buron, se ju se keni. Po neve tani se kemi me atë. Po e kemi edhe me tapin e vjetër, kemi të ndarë edhe me tapin e re që na dhan këta me ligjin famkeq. AMTP. Po pse ato toka apo ju marrin të AMTP? Edhe këto do t'i bëjnë. Edhe këto janë, tërë aty në holmin rat janë, i kemi në karta. Në karta që na i ka dhënë vetë ky. Po. Edhe ky vetë do të na i dhënë këta. Ua. AMTP po i merr? Edhe këto bre, i kemi në karta këto. Ja do të sjellë po të guash të. Jo do të filmojnë ne që jemi. Do të sjellë edhe një pjesë asaj ku lexohet ra, ka 2 lyum. E do t'i vënë edhe aty. Okej, kuptoj. Do të heqin të tërë do, ëh. Ata janë që edhe tëra familjet kemi, për shembull, nga 3-4 lopë, nga 2-3-4 lopë, ka mbi 15 familje që kanë tufa me bakti. Mund të ketë 1000 krerë dhen, mund janë 400 krerë dhi. Tani edhe këto do t'i zhdukin. Edhe këta të rinj që merren me këto që shqyr që merren me këta të rinj. Se kanë vetë sa të rinj kështu, se i shoh disa. Po kanë ikur, po ikën 4-5 që kanë kopet pastaj. Pastaj mbetemi neve 65 vjeçar të lartë. Po se po ikën familje që kanë fëmijë, do ikën dhe fëmijët. Megjithatë, unë nuk kam ndonjë thirrje për juve, kam një thirrje për fshatin, të gjejmë ndonjë copar më kur të vinë ata. Jo me armë, jo. Jo me armë, se nuk zgjidhet jo me armë. Është e fundit, s'ka. Te arma ka vajt puna. Me dru, po atje do vi puna, me dru. Me dru. Ka vajt puna ke arma? Po ka vajtur se na ka vajtur kur s'mban me. Sidomos ne vetë jo tash. Po mirë e kemi. Tani un kam një tokë aty ku i thon brapa Olmit. Ku është merr auto? Ajo gjë atje? Jo, atje poshtë. Më ta në rrugës që erdhëm, po. Aty kaloj autostrada. Po. Kaloj autostrada shumë mirë, tani se neve jemi të vetëdijshëm tani që. Po. Qose bëhet autostradë, qose bëhet një spital, një ashtu shteti ta merr tokën. E mori, mirë beri që e mori. Ka 4 vjet, nuk na ka bërë asnjë proces verbal, asnjë gjë pregjeje. Kokër legu s'keni marr? S'kemi bërë proces verbal akoma. Nuk na kanë bërë asnjë proces verbal. Ja emrin e kam Hysen Osmani. Të t'jap edhe atë, të verifikoj edhe tokën ku e kam atje. Të t'japë numër telefoni, nuk u bësh pronësimi, dëmshpërblimi, pastaj marrja. Ore nuk kanë bërë një proces verbal që të thonë që Hysenit i kemi marrë kaq tokë. E frikshëm. Hysenit i kemi marrë kaq tokë. E qartë. Po le keqe, kjo është e keqe fare, domethënë që na iku toka. Po tani e kemi edhe në tapi paguajmë me taksa. Pra toka iku taksat vazhdojnë. Toka iku taksa vazhdoj paguajmë. Taksat i paguajmë ata janë.
Kur të vire tani me pagesë o mashtë. Do të thënë, është absurde, nuk kuptojmë do të çfarë bëhet. Nuk kuptojmë dot. E ti thua pastaj çfarë tha ai për legalizimet. Jo më jo, un jam gazetar dhe un do t'i shoh edhe çfarë thot ai, edhe çfarë bën. Po jo më dakord ja çfarë. Edhe çfarë ndodh në realitet. Ja tash ja ti hajde ta shohim këtë që po të them unë, qofse sa është e vërtet, do bëj unë përgjegjësi. Po jo më ti mban përgjegjësi sepse po e bën deklaratë publike, normalisht çdo deklaratë që bëhet këtu mbahet përgjegjësi. Unë e kam bërë edhe tjetër, e kam bërë në syri televizion, e kam bërë edhe këtu. Po ku dëgjon, ku pyetoj tani? Nuk pyet o? Jo. Ja s'kemi shtetën e ja. Po. Ja të mbyllet, ta mbyllet zotëria. Faleminderit. Mendon që edhe mund ta ketë marrë. Faleminderit.